Përshëndetje të dashur miq, të mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të sjellë për ju rubrikat e ndryshme si lajmet e javës, pak histori, personazhe të njohur dhe kuriozitete teknologjike. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Telefonat foldable ose të palosshëm po bëhen më të shtrenjtë. Kompania Motorola ka prezantuar modelet e reja të serisë Razr për vitin 2026, duke vazhduar trendin e telefonave të palosshëm që synojnë të kombinojnë stilin me funksionalitetin. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje nuk janë inovacionet e mëdha teknologjike, pasi përmirësimet janë relativisht të vogla krahasuar me seritë dhe versionet e mëparshme, por rritja e çmimeve, e cila tregon se treku i smartphone-ve premium po bëhet gjithnjë më i shtrenjtë dhe më i orientuar drejt luksit sesa aksesueshmërisë nga të gjithë. Dhe në fakt ndoshta janë shtrejtuar edhe më shumë sepse dhe kompani të mëdha si për shembull Samsung po nxjerr Z Flip Fold dhe ka më shumë rivalitet. Po, rivalitet, e prandaj automatikisht dhe kompanitë e tjera i bëjnë më të shtrenjta. Ndryshime të mëdha në drejtimin e Apple. Një nga lajmet më të bujshme është fakti që Tim Cook pritet të largohet nga posti drejtuesi të Apple, duke mbyllur një epokë të gjatë në të cilën kompania u bë një nga më të fuqishmet në botë, ndërsa drejtimi mund t'i kalojë John Ternus, një figurë kyçe në zhvillimin e produkteve hardware. Çka sugjeron se Apple mund të fokusojë dhe më shumë në inovacionin e pajisjeve fizike në vitet e ardhshme. Inteligjenca artificiale po avancon me ritme të shpejta. Zhvillimet në inteligjencë artificiale vazhdojnë që të jenë në qendër të vëmendjes globale, pasi modelet më të reja po bëhen gjithnjë më të fuqishme në krijimin e tekstit, të imazheve dhe videove, duke bërë gjithnjë më të vështirë dallimin mes përmbajtjes së krijuar nga njerëzit dhe asaj të krijuar nga makinat. Një zhvillim që hap mundësi të mëdha, por edhe sfida serioze në fusha si edukimi, media dhe siguria digjitale. Dhe në fakt kemi diskutuar shumë herë këtu që inteligjenca artificiale po bëhet shumë e padallueshme nga realiteti dhe nuk e dim se si do shkojë kjo histori. Robotët po arrin nivele të reja fizike. Një nga zhvillimet interesante në fushën e robotikës është se robotët humanoid po demonstrojnë aftësi fizike që deri para pak viteshin dukeshin të pamundura, duke arritur të kryejnë aktivitete si vrapimi në distanca të gjata dhe pjesëmarrja në gara sportive, gjë që tregon se kombinimi i inteligjencës artificiale në inxhinierinë mekanike po krijon makina gjithnjë e më të afta për të bashkëvepruar me botën fizike në mënyrë të ngjashme me njerëzit. Konferenca globale tashmë po dominohen nga inteligjenca artificiale. Eventet të mëdha ndërkombëtare si IBM Think 2026 dhe ekspozita të ndryshme për teknologjinë po përqendrohen pothuajse tërësisht në inteligjencën artificiale, duke treguar kështu se kjo fushë është bërë prioritet absolut për kompanitë dhe për qeveritë në mbar botën, të cilat po kërkojnë mënyra për të përdorur inteligjencën artificiale për rritje ekonomike, inovacion dhe zgjidhje të shumë prej problemeve globale. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio me rubrikën Pak histori dhe pikërisht në këtë rubrikë do të flasim për të shkuarën. Dhe sot kemi sjellë për ju teknologji në arsim, që është një temë e cila sa vjen dhe po evolon dita ditës. Një prej temave më të prekshme në fakt në ditët e sotme, që çdo ditë më shumë po ngjall diskutime për mënyrën se si ajo duhet zhvilluar më tej, ose nëse duhet i kthehemi përsëri tradicionales. Po, ka shumë skepticizma në mënyrën se si ajo përdoret, sa përdoret, ka dhe shumë mungesa ndoshta, por që kjo ngelet për të parë. Teknologjia në arsim ka kaluar një rrugëtim të gjatë dhe të rëndësishëm, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit mësojnë, japin mësim dhe ndërveprojnë me njëri tjetrin. Një nga metoda tradicionale të bazuara vetëm në libra dhe komunikim të drejtë për drejtë, arsimi është shndruar në një sistem gjithnjë ai më të lidhur me teknologjinë dhe botën digjitale. Pra tani po vëret më shumë ai ndryshimi nga kalimi mes librave, pra tek metoda tradicionale, në metoda më moderne duke integruar kështu edhe teknologjinë.
Në fillimet e tij, arsimi normalisht që ishte plotësisht tradicional, siç e njohim ne të gjithë. Zhvillohej në klasa fizike, ku burimi kryesor i informimit, i informacionit, ishte vetëm mësuesi. Librat ishin mjeti kryesor i të nxënit dhe çdo gjë mbështetej tek dëgjimi, tek shkrimi dhe memorizimi. Pra, këto tre aftësi pa të cilat ti nuk do të mundje që të çaje më tepër, të arrijë të mësoje më tepër pa e zotruar këto të treja, pa qenë dëgjues i mirë, pa qenë një mbajtës shënimesh i mirë dhe pa patur aftësinë e mirë për të memorizuar. Nuk kishte mjete ndihmëse teknologjike, siç ne mund të kemi sot, dhe mundësitë për të eksploruar në informacion për të patur informacione shtesë ishin goxha të kufizuara dhe nuk të jepej kjo mundësi. Dhe nuk të jepej dhe i vetmi burim që mund të ishin librat, që ndoshta dhe të gjithë nuk e kishin mundësinë për t'i gjetur. Ose ishin dhe në numër të kufizuar, për shembull nëse shkojnë në bibliotekë mund të kishte thjesht për shembull 3-4 libra të njëjtit titull. Pra, për një kërkim shkencor që për shembull do doje që të bëj, nëse kishte për të bërë një projekt, për të bërë një kërkim për atë projekt. Shumë kohë më përpara dhe nuk e kishe mundësinë për të aksesuar informacionin që ti doje në internet, po duhet të shkoje në biblioteka, të kërkoje enciklopedi, vepra të ndryshme që ta arrije ta realizoj atë që doje. Madje edhe shumë informacione shkruheshin në drasën e zezë dhe ti doje duhet i mbaje shënim ato sepse nuk kishe ku ti gjeje më. Sepse ishte një informacion që nuk ishte as i shkruar dhe ngelej vetëm atje, domethënë e fshinte pastaj profesori dhe nuk mund ta merrje dot më. Por kemi arritur tashmë të mos e kemi më kaq. Madje tani mbajtja e shënimeve është bërë diçka që dhe nuk bëhet më. Domethënë kemi arritur deri pothuajse në atë pikë që nuk i mbajmë sepse i kemi nëpër libra, mund ta gjejmë shumë thjesht të njëjtin informacion që është shkruar. Ka metoda të ndryshme këto ditë për të mbajtur shënime, për shembull në shumë universitete në botë kanë nxënës që zgjedhin që ta regjistrojnë të gjithë leksionin. Ta regjistrojnë me zë dhe më pas ti rikthehen përsëri në shtëpi. Ose ka edhe mjete me inteligjencë artificiale që duke qenë pedagogu, profesori duke folur, duke shpjeguar, duke mbajtur leksionin, me laptopin tënd, duke patur një mikrofon, fjalët që ai thot arrin që të shkruhen direkt dhe e ke si tekst. E ke tekstin e formuar, gjithçka që ai ka shumë të mira që këto janë ato pozitive të anës të teknologjisë në arsim. Me kalimin e kohës, shkollat filluan të përdorin mjetet e para teknologjike si tabela e zezë, projektore dhe më pas pajisje audiovizuale. Këto mjete e bën mësimin më vizual dhe më të kuptueshëm për nxënësit. Pra edhe pse të thjeshta sipas standardeve të sotme, ato shënuan hapin e parë dhe të integrimit të teknologjisë në arsim. Sot në fakt është goxha e zhvilluar, sepse ne për çdo gjë që mund të kërkojmë kemi dhe simulime të ndryshme që të ndihmojnë në goxha lëndë. Pra, unë personalisht jam vetë në vitin e 2 të gjimnazit tani dhe në shumë lëndë përdorim dhe teknologjinë. Për shembull, në lëndën e fizikës, gjithmonë shkojmë në klasën që ka një tabel smart, një smart board, në të cilin gjithmonë hapim simulime nga një faqe për arsimin, mbi të cilën e kuptojmë se si ndodh eksperimenti pa patur nevojë ose pa patur ato mjetet fizike që do të duhen dhe do të kostojnë që ti ta ushtrosh, ta provosh në atë moment. Dhe është një ndihmës vërtet, sidomos për ata që janë nxënës vizual, ata që mësojnë më tepër, mësojnë duke e parë gjën konkretisht, sesa thjesht duke dëgjuar një farë teorie që duhet ta memorizojnë. Unë jam një ndër këta nxënës. Vizual, domethënë duhet ta shikoja më patjetër, se nëse e shikoja e kuptoja. Kurse kështu kur thjesht flisnin, më duket si diçka a priori, pa që nuk e shikoja, nuk kisha se ti kushtoja shumë rëndësi. Por në fakt smartboardet dhe të gjitha mjetet teknologjike që ne kemi kanë ardhur shumë vonë në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera. Unë mbaj mend kur kam qenë në 9 vjeçare në klasën të 9, kemi shkuar një udhëtim me shkollën në një shkollë franceze dhe ata përpos tabelës të zezë që kishin edhe smartboardin, gjë që ne nuk e kishim në atë kohë dhe na dukej si diçka
çfarë është kjo, domethënë që kaq e madhe që shumë e çuditshme. Dhe ata shkruanin atje, bënin çdo gjë dhe madje vura re që dhe mësimet ishin shumë të thjeshta nga zhvillonim ne. Dhe çdo klas kishte absolutisht, nuk është si shkollat që janë këtu që kanë vetëm disa klasa të caktuara. Unë mbaj mend në gjimnaz për shembull që lëndën e biologjisë ne e zhvillonim në një klasa e tabletave që quaj, edhe supozoj që të gjithë nxënësit të kishin tabletin e tyre personal dhe nëpërmjet tableti, domethënë mund të ngrihe dorën në mësim dhe i shkonte automatikisht mësuesit. Gjë të cilën e bëm thjesht një 3 herë dhe nuk e bëm, domethënë që ka ato mangësit shumë të mëdhaja që donjëherë nuk është se mungojnë mjetet, po ndoshta mungon dhe aftësia për t'i përdorur. Dhe aftësia për ndonjëherë edhe dëshira, mendoj unë, sepse ka shumë mësues që i qëndrojnë asaj tradicionale, stoik, dhe nuk duan që të ketë një ndryshim. Sidomos mësuesit që kanë dhënë mësim kryesisht shumë vite më parë, që kanë goxha më shumë periudhë, më shumë vite punë. Ata mendojnë se mënyra më e mirë është ajo tradicionale, ajo e vjetra, dhe asaj qëndrojnë. Dhe madje ata kanë shumë të vështirë për tu dhe adaptuar me teknologji, sepse nuk dinë dhe si ti përdorin. Unë mbaj mend edhe kur zhvilloi mësimi online, ata kishin shumë vështirësi për të hapur për të hyrë, domethënë, dhe kur ndodhte ndonjë problem nuk e kuptonin çfarë po ndodhte. Dhe derisa lidhej, derisa zhvilloi në vitet e sotme, në fakt në ditët e fundit, po bëhen goxha trajnime edhe për mësuesit që i përgatitin mësuesit se si ti përdorin këto mjete teknologjike, sidomos për inteligjencën artificiale. Tani sa vjen po bëhen më shumë trajnime, jo vetëm për nxënësit që normalisht që ata janë shumë më të prekshëm me këtë fushë me teknologjinë, por edhe me mësuesit. Po, dhe është një ndër nevojat që duhet jetë me patjetër, sepse mjetet teknologjike, nëse i përdorë siç duhet, i ndihmojnë shumë mësimin e tyre dhe ata i lehtësojnë përpos dhe nxënësve që u bëjnë akoma dhe më të thjeshtë. Edhe në projektet që ne kemi për fundin e vitit, pra në fund të çdo viti shkollor, ne duhet të prezantojmë nga një projekt për çdo lëndë. Dhe një kriter shumë i rëndësishëm për këto projekte është që ti një pjesë të projektit duhet ta kesh të lidhur me teknologjinë. Pra ti nuk mund ta prezantosh projektin tënd pa patur një prezantim në PowerPoint ose një website ose diçka të tillë, çfarë mund të imagjinoj mendja ty. Po, edhe është edhe diçka që tani në kohëve të fundit kompetenca teknologjike është fundur si parim kryesor dhe për mësuesin, sepse unë duke qenë se kam mbaruar për arsim fillor, ne e kishim që duhet të zhvillonim dhe kompetencën teknologjike dhe bënim dhe shumë lëndë që kishin lidhje me teknologjinë, sepse tashmë dhe për shembull një pyetësor që kërkon ka u drejtosh nxënësve apo një testim apo nuk e di, domethënë janë të lidhura me teknologjinë që duhet të kesh. Nuk e shmang dot, sado që të mundohesh. Dhe në fund të temës së diplomës duhet të kërkohet që ta prezantosh me PowerPoint pavarësisht se ti ke shkruar 70 faqe. Ato 70 duhet të jenë të përmbledhura në 10 në PowerPoint, sepse është edhe me estetike, po dhe ty ta bën më të thjeshtë sepse përmbledh ato që duan. Edhe në kualifikimet që duhet të bëjnë mësuesit në ditët e sotme, në projektet që ata duhet të prezantojnë, duhet ta kenë edhe lidhjen me teknologjinë. Pra, jo vetëm për nxënësit, po për të gjithë kjo fushë është bërë diçka e pandashme, të cilën duhet ta integrojnë gjithmonë. Një ndryshim i madh në fakt ndodhi me hyrjen e kompjuterëve në shkolla gjatë viteve 1980-1990. Kompjuteret fillimisht përdoreshin për programe bazë edukative dhe për të mësuar aftësi të thjeshta, si për shembull përdorimi i tastierës ose i programeve të para. Gradualisht ata u bën pjesë më e rëndësishme e procesit mësimor, duke i dhënë nxënësve mundësinë që të mësojnë në mënyrë më interaktive. Po imagjino që atëherë, domethënë, gjëja më e thjeshtë ishte që të mësonin tastierën dhe më pas jo më ta përdornin dhe shumë
që në ditët e sot me tastiera është bërë diçka që sikur kanë lindur duke e mësuar. Në fakt, më parë, kurset që zhvilloheshin për teknologjinë ishin kurse që të mësonin si të përdorje tastierën, mouse-in, maksimumi pastaj Word-in ose Excel-in. Po, dhe si të qëndroje ulur drejt. Po, ergonomia të qëndruarit përpara ulur. kompjuterit, po. Ndërkohë që në ditët e sotme të shikosh kurset janë bërë goxha më komplekse, pra fëmijët mësojnë programim, kodim, robotikë e të tjera. Atëherë ishin vetëm këto të dyja që thuative, edhe PowerPoint-in nëse mësoi, ishte diçka që ishte shumë më avancuar se sa Word-i dhe Excel-i. Më pas erdhi interneti, i cili ndryshoi rrënjësisht arsimin. Nxënësit dhe mësuesit nuk ishin më të kufizuar vetëm tek librat fizik. Ata mund të kërkonin informacion nga burime të pafundme online, të komunikonin me njerëz pra në vende të tjera dhe të kishin akses në materiale edukative. Interneti e bëri dijen më të hapur dhe më të arritshme për të gjithë. Dhe kjo është shumë e vërtetë sepse edhe secila shkollë, të paktën me sa di unë, ka dhe bibliotekën e saj online po. Që ti mund t'i aksesosh në çdo moment librat. Dhe madje përveç bibliotekave të shkollës, ke dhe shumë biblioteka online të cilat janë në gjuhë të ndryshme, mund të gjesh informacion nga çfarëdo lloj gjuhe, është bërë shumë më i gjerë burimi i informacionit. Po. Në vitet e fundit, në fakt teknologjia ka hyrë më thellë në arsim përmes platformave online dhe të mësimit në distancë, sidomos gjatë periudhës së pandemisë, që e vetmja mënyrë që ti të mund ta vazhdoje shkollën ishte online, duke përdorur laptopët, kompjuteret. Dhe ta imagjinosh që ne këto në Shqipëri na dukej si diçka e re, do me thënë një risti shumë e madhe mësimi online, ndërkohë që në vendet e perëndimit mësimi online ka qenë i praktikuar dhe para pandemisë, do me thënë disa orë ata i zhvillonin online. Po, dhe ta mendosh që shumë nxënës vetë në ditët e sotme zgjedhin që një mësim, për shembull kryesisht studentët e masterit. Ka shumë student masteri që zgjedhin që të mos shkojnë fizikisht ose të mos shkojnë në vend, për shembull nëse është universiteti i një shteti tjetër, të cilin ata kanë për synim ta ndjekin, ju jepet mundësia që ose të shkosh fizikisht në atë vend që ti bësh ato studime, ose thjesht fare nga shtëpia jote ti mundesh që online me një laptop ta ndjekësh të gjithë leksionin njësoj si të ishe aty dhe nuk të krijon asnjë lloj problemi, është prap ke përfitimin e njëjtë. Po, sepse është bërë shumë i thjeshtë, nuk të duhet për shembull as kostoja e të vajturit, as shtëpia, as koha që ti shpenzon, thjesht hap kompjuterin ose tabletin dhe je atje dhe e merr mësimin si të duash. Domethënë ofron teknologjia në arsim, ofron shumë mundësi sot për të mësuar. Dhe madje zhvillohen dhe madje shumë kurse 6 mujore për të marrë për shembull certifikata të ndryshme. Që janë shumë të vlefshme. Ka dhe diploma shumë të ndryshme që ty mund të funksionojnë vërtet si ta kishe bërë për shembull atë shkollën 3 vjeçare, por për një profesion të caktuar që ti do, se unë specifikisht kam parë për interior design, disa kurse jam interesuar dhe janë nga 6 muaj, dhe në fund fare ti merr një diplomë që është si të kesh bërë 3 vjet shkollë. Është e barabartë domethënë me njëjtë, thjesht i ke online dhe e ndjek kudo dhe kur do të jesh. Ka në fakt edhe goxha kurse që mund të ndjekësh online që janë edhe pa pagesë. Për shembull nga Universiteti i Harvardit ka kurse që ti mund të ndjekësh online për sa i përket teknologjisë ose fushave të ndryshme të tjera, për të cilat nuk ka nevojë që të paguash asgjë, janë të gjitha free of charge. Edhe thua pse mos e bësh. Ta kesh një plus, të shtin më shumë që të ndjekësh. Aplikacione dhe sisteme të ndryshme si Google Classroom apo platforma të tjera edukative kanë bërë të mundur që mësimi të zhvillohet edhe jashtë klasave fizike. Kjo bë veçanërisht e rëndësishme gjatë periudhave siç e tham kur shkollat u mbyllën dhe mësimi kaloi online. Dhe Microsoft Teams mos e harrojmë sepse kishte shumë platforma në fakt, jo të gjitha funksiononin ashtu siç duhet. Unë mbaj mend në gjimnaz ka qenë ajo Edmodo, diçka kështu e kishte. Ajo nuk të lejonte për shembull që
si Microsoft Teams, si që mund të hapi edhe kamerën dhe të kishe shumë llojshmëri njerëzish aty brenda. Kamera ishte pak e cënuar aty, domethënë nuk është se flisnin, thjesht mësuesit postonin mësimin në formatin e shkruar, vinin dhe assignment, pra që janë detyra dhe afatin e tyre dhe titullin e detyrës, ti ngarkoje edhe detyrën dhe kaq, nuk kishte shumë interakcion midis nxënësit dhe mësuesit. Arma kryesore nga platformat, Arma kryesore në atë kohë u bë Zoom-i. Që nga Zoom-i, që nga Akademi.al, që ti aty mund të kishe thjesht detyrat që kishe për të bërë për atë ditë dhe linqet e videove të ndryshme për mësim nga YouTube-i dhe pastaj edhe linku i Zoom-it që ti duhet të futesh në orën e caktuar atje. Po, patjetër. Po, sepse merreshin mungesat, ishte njësoj si të ishe në klasë fizike. Ishte njësoj si të ishe atje dhe prandaj njërë mbaj mend që me këtë Zoom-in kemi patur një çik probleme, po hynim dot të gjithë. Por që janë platforma të ndryshme dhe varet sipas platformave çfarë ofrojnë. Zoom-i donte edhe internetin pak më të mirë dhe mbaj mend ne që ishim të gjithë gati që fillonim gënjenim çdo ditë që po nuk më punon kamera, po nuk po më hapet ose kur nuk dije një përgjigje, po nuk po më punon mikrofoni, nuk e di pse tani. Për ne ka qenë pak e vështirë sepse unë vitin e parë të bachelorit e zhvillova tërësisht online dhe ne nuk njiheshim absolutisht fare me njëri tjetrin, se është ndryshe kur ke qenë në klasë, siç ishim në gjimnaz për shembull që kaluam 3 vjet dhe njiheshim dhe pastaj nuk i hapnim kamerat sepse nuk ishte shumë e nevojshme duke qenë se njiheshim dhe pedagogët na kërkonin që ne të hapnim kamerat në mënyrë që ata të na shihnin dhe të na njihnin të paktën si fytyra. Edhe dha një pedagoge thanë nëse nuk japni kamera tha do merrni mungesë. Të paktën tha hapini vetëm këto 2-3 orët e para të zhvillimit të mësimit dhe më pas mos i hapni më sa të njihemi, të ambientohemi pak me fytyrat sepse duhet edhe të njihesh, do vije nesër në shkollë do njihesh kush ishte, mund të hynte edhe kushdo. Dhe kështu na i vuri kusht që kamerat, jo të gjithë, nuk është se e kishin të gjithë këtë problemin. Kështu ose kishte shumë raste që vetëm pedagogu e mbante hapur dhe ne studentët nuk e hapnin fare dhe nuk të kërkonin. Por që kam pasur dhe ato të tyre. Unë mbaj mend që gjithmonë e zhvilloja shtrirë në krevat dhe laptopin e një këtu. Mund të më zinte edhe gjumi. Unë mbaj mend që kur filluam që mësimet të bëheshin online me Zoom, unë sapo kisha nisur klasën e 6. Bëje pak diferencën. Ti në vitin e parë bachelor, unë klasën e 6 dhe gjatë gjithë kohës që ishim duke bërë mësim, ti mund të kishe para laptopin në të cilin edhe kamerën mund ta kishe hapur pa asnjë problem. Poshtë kishe telefonin që luaje me gjithë klasën një lojë Among Us, si quhen, nëse e di. Po e di. Ka qenë virale në atë kohë. Ka qenë kulmi i atij momenti. Dhe po, ka qenë vërtet diçka e parueshme do të thoja unë. Edhe ju rinit luani ndërkohë mësuesja që vazhdonte të shpjegon. Dëgjone, kur na pyeste përgjigjesh. Ishit vigjilent, po. Kjo ka rëndësi. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është përdorimi i inteligjencës artificiale në arsim. Teknologjitë të zhvilluara nga kompani si OpenAI po ndihmojnë nxënësit të kuptojnë më mirë mësimet duke ofruar shpjegime të personalizuara dhe ndihmë të menjëhershme. Kjo e bën procesin e të nxënit më individual dhe më efektiv. Gjithashtu dhe përdorimi i tabletave, laptopëve dhe pajisjeve të tjera ka bërë që nxënësit të kenë akses të menjëhershëm në libra digjital, video edukative dhe ushtrime interaktive. Mësimi është bërë më dinamik, më tërheqës, pra duke i përfshirë nxënësit në mënyrë më aktive. Dhe është shumë e vërtet kjo inteligjencës artificiale që është dhe një ndihmës shumë e madhe, sepse ti për një temë të caktuar, për shembull në ChatGPT mund të hysh dhe unë nuk e di se çfarë kërkova një skem të diçkaje, sepse e kisha si shpjegim,
por skem nuk po I gjeja në asnjë vend, domethënë hyra kërkova në Google, bëra ato kërkimet e nevojshme dhe nuk më doli asgjë dhe direkt ja çova chatit si paragraf dhe ma bëri I thash më bëj një skem për të ilustruar këtë paragrafin dhe ma nxori direkt dhe është ndihmës e madhe duke ditur absolutisht gjithmonë se si ta përdorim. Në fakt, para disa vitesh në Suedi ishte bërë një reformë në arsim në të cilën nuk do të përdoreshin më librat fizik dhe të gjitha mësimet do të bëheshin me tableta. Por këtë vit u rikthye përsëri duke parë se nxënësit kishin nevojë që të kishin edhe prekjen me librat fizik dhe si të themi u kthye pak pas. Në fakt unë mendoj, jam edhe kjo fan se librave, domethënë sepse ndryshe është kur e ke dhe librin, mund të bësh ndonjë shënim atje tek tuk. Unë e kam pasur edhe gjithmonë që duhet të nënvizoja. Po, edhe unë. Me patjetër, domethënë gjërat më të rëndësishme duhet I nënvizojmë. Ti do thua që me toolsat e ndryshëm që janë edhe nëpër aplikacione edhe nëpër librat nëse I ke online mund ta bësh si gjë. Por më duket sikur nuk më jep atë impaktin e duhur dhe më duket sikur nuk e lexoj dot aq kollaj sa që e lexoj në libër dhe nuk e mbaj mend. Jemi mësuar, ndoshta nga që jemi mësuar, po. Sot arsimi nuk është më I kufizuar siç ka qenë më përpara në një klasë fizike apo në një orar të caktuar. Nxënësit mund të mësojnë kudo dhe në çdo kohë duke përdorur teknologjinë. Mësuesi nuk është më vetëm burim informacioni, por edhe udhëzues që ndihmon nxënësit të orientohen në një botë plot informacion. Në përfundim, në fakt, evolucioni I teknologjisë në arsim ka transformuar mënyrën se si ne mësojmë dhe se si ne e kuptojmë dijen. Nga një sistem tradicional dhe I kufizuar, arsimi është bërë më I hapur, më interaktiv dhe më I personalizuar. Dhe ashtu si në çdo fushë tjetër, zhvillimi I teknologjisë vazhdon duke premtuar ndryshime të mëdha në të ardhmen. Dhe presim se çfarë do të sjellë teknologjia në arsim, që absolutisht është një ndihmës shumë e madhe dhe nuk ngelet vetëm tek libra tradicional, por që ngelet për të parë. Është momenti të kalojmë pak në rubrikën personazhet e njohur dhe të flasim për ata personazhe që e kanë formësuar pra historinë, sepse gjithmonë pas një histori fshihet edhe një personazh. Dhe pikërisht sot do të flasim për Joshua Bengjon. Një shkencëtar dhe një vizionar I cili ka luajtur një rol kyç në zhvillimin e inteligjencës artificiale moderne, duke ndikuar kështu jo vetëm në botën akademike dhe teknologjike, por edhe në mënyrën se si njerëzit komunikojnë, punojnë dhe marrin informacion në jetën e përditshme. Shpesh herë pa qenë të vendishëm në ndikimin e thellë që puna e tij ka patur në këto procese. Në një kohë kur teknologjia po zhvillohet me ritme të jashtëzakonshme, pra dhe inteligjenca artificiale po bëhet pjesë e pandashme e realitetit ton, është e rëndësishme të kuptojmë se kush janë njerëzit që qëndrojnë pas këtyre zhvillimeve dhe si idetë e tyre kanë ndërtuar themelet e botës moderne digjitale. Joshua Bengjon lindi në vitin 1964 në Paris në Francë në një familje me prapavi akademike dhe shumë shpejt u zhvendos në Kanada ku kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij, pra dhe ku ai filloi të formosojë interesat e tij intelektuale, të cilat do ta çonin drejt një karriere të jashtëzakonshme në shkencën kompjuterike dhe inteligjencën artificiale. Ai ndoqi studimet e tij në McGill University, një institucion I njohur për standardet shumë të larta akademike dhe kërkimi shkencor, ku jo vetëm që u diplomua, por vazhdoi edhe të ndërtoi karrierën e tij si profesor dhe studiues, duke I bërë një nga figurat më të respektuara në këtë universitet dhe më gjëra akoma edhe në ndikimin ndërkombëtar shkencor në këtë komunitet. Në fakt që në rinin e tij, Bengjon ishte I tërhequr nga pyetjet themelore rreth inteligjencës dhe të mësuarit, duke u përpjekur të kuptojë pra se si makinat mund të zhvillojnë aftësi të jashtëzakonshme
dhe të ngjashme me ato të njeriut. Një ide që në atë kohë nuk ishte e përhapur dhe shpesh një me skepticizëm, pra nga shumë sfidues, nga shumë studiues, më falni. Gjë që e bën për kushtimin e tij dhe më të veçantë dhe larg pamës. Dhe në fakt për periudhën ku ka jetuar ai vazhdon jeton, por për kohën kur ka qenë rinin e tij dhe kur ka filluar që të merret me teknologjinë, kanë qenë shumë skeptik sepse nuk ishin teknologjia nuk ishte edhe me këto ritme që është sot, sepse ne shumë gjëra dhe nuk i konceptojmë dot si mund të ishin pa teknologjinë, por ata i kanë jetuar, domethënë, dhe periudhën me teknologjinë dhe pa teknologjinë, dhe prandaj ndoshta e shtynte më shumë kjo kurioziteti. Fillimet e tij në kërkimin shkencor ishin në vitet 80-90, kur fusha e inteligjencës artificiale po kalonte një periudhë të vështirë, të njohur si dimri i AI, ku financimet dhe interesi për këtë fushë kishin rënë ndjeshëm. Benjo vazhdoi kërkimet e tij me këmbgulje, duke besuar se potenciali i kësaj fushë ishte shumë i madh se sa mendoi në atë kohë. Unë mendoj se kjo periudhë dimri e pret edhe një herë të vi inteligjencës artificiale. Unë mendoj se ndoshta i vjen çdo fushë dhe jo vetëm teknologjisë artificiale, sepse ndonjëherë kostot bëhen shumë më të mëdha dhe të papërballueshme, domethënë sado që investimet mund të ketë dhe paraja mund të qarkullojë, vjen diçka që del akoma shumë më e shtrenjtë që nuk mund të ketë ta përballojë mjaftueshëm. Përveç kostove, unë mendoj se është një faktor tjetër është fakti që është marrë me kaq shumë vrull si revolucion, si gjë, po. Duke u marrë me kaq nxitim, duke u përdorur kaq shumë nga të gjithë. Për shembull, në çdo website që ti mund të hapësh në internet tani, ti e ke një mjet për inteligjencën artificiale atje. Po, janë chatbotet e ndryshme ose diçka që mund ta përdorësh, po. Nuk ka vend në ditët e sotme të cilët nuk e përdorin. Dhe besoj se duke qenë kaq e mbi përdorur, do të thoja unë, besoj se do të vi përsëri kjo periudha e dimrit që njerëzit do të lodhen nga kjo dhe do bien përsëri kërkesat dhe nuk mendoj se do të jetë ai shqetësimi shumë i madh që kanë njerëzit që do të zvendcohen nga inteligjenca artificiale. Dhe në fakt inteligjenca artificiale erdhi si një bum i madh, domethënë ti thjesht fjetë gjumë një ditë dhe të nesërmen u zgjove dhe pa pritur çdo gjë ishte me inteligjencë artificiale, ose të paktën në sytë e mi kështu është dukur. U bë gjitha shumë shpejt. Sepse u bë shumë shpejt dhe ti unë pa kuptuar, unë nuk e dija çfarë ishte ChatGPT-a kur isha në bachelor, dhe pa pritur në master më doli diçka që nuk e kisha dëgjuar më përpara dhe mi bënte të gjitha. Domethënë se erdhën shumë shpejt revolucionet dhe këto, dhe madje ke të drejtë për këtë që mund të vi përsëri, sepse dhe që tani po e vëmë re, për shkak që janë dhe në çdo aplikacion dhe këto për t'i përdorur që kanë lidhje me inteligjencën artificiale. Kemi vënë re që tani që nuk është se po i përdorin më. Po bie interesi dhe ka shumë njerëz që janë lodhur nga ky bum i madh i teknologjisë që u bë. Muhamadi për shembull më vjen ndonjë njoftim që do dalë për shembull versioni i ri XG për ta përdorur dhe nuk jam më i interesuar. Nuk të bën më përshtypje. Po, dhe nuk më bën më përshtypje dhe nuk jam më i interesuar ta bëj as update, as ta kem, sepse nuk është se dhe e vë më në përdorim aq shumë sa që kemi vënë. Në vitet 80 dhe 90, pra siç e tha dhe Elena, Benjo u përqendrua në studimin e rrjeteve nervore artificiale, duke eksploruar mënyra për t'i bërë ato më efikase dhe më të afta për të mësuar nga të dhënat. Edhe pse teknologjia dhe fuqia kompjuterike e kohës ishte e kufizuar, duke bërë punën e tij dhe më sfiduese dhe inovative. Një nga kontributet më të mëdha të Benjos është roli i tij në zhvillimin e deep learning, një qasje që përdor rrjete nervore më shumë se sa shtresa për të analizuar dhe për të përpunuar të dhëna komplekse, duke i lejuar makinat të mësojnë në një mënyrë shumë më të avancuar se sa metoda tradicionale.
Së bashku me studiues të tjerë të njohur si Geoffrey Hinton dhe Jan LeCun, ai kontriboi në ringjalljen e interesit për inteligjencën artificiale, duke treguar se rrjetet nervore mund të arrijnë rezultate të jashtëzakonshme kur trajtohen me sasi të mëdha të dhënash dhe me fuqi të mjaftueshme kompjuterike. Nga ana tjetër, këto zhvillime çuan në përparime të mëdha në fusha si njohja e imazheve, përpunimi i gjuhës natyrore dhe sistemet autonome, duke hapur rrugën për teknologjitë që sot janë bërë pjesë e pandashme e jetës sonë. Edhe që të gjithë vazhdojmë dhe krijojmë imazhe, sisteme, video të ndryshme dhe këtë e kemi fal këtyre. Në vitin 2018, Joshua Bengio nderua me Turing Award së bashku me Hinton dhe LeCun, një çmim që konsiderohet si më prestigjiozi në fushën e informatikës dhe që jepet vetëm për kontribute që kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si funksionon teknologjia moderne. Dhe kjo ndoshta vjen dhe nga Alan Turing që krijoi revolucion për teknologjinë dhe ndoshta prandaj është çmimi më i madh, më i rëndësishëm. Ky vlerësim ishte një njohje e drejtë për drejtë e ndikimit të punës së tij në zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe një dëshmi e rëndësisë së ideve që ai kishte ndjekur dhe kishte zhvilluar për dekada me radhë. Sot, ndikimi Bengios është i pranishëm pothuajse kudo në botën digjitale, nga mënyra se si ne kërkojmë informacion në internet deri te aplikacionet që përdorim për të komunikuar, për kthyer gjuhë të ndryshme apo për të marrë rekomandime për filma, muzikë dhe produkte. Gjithashtu, kompanitë më të mëdha teknologjike, si për shembull Google dhe Meta, kanë integruar konceptet e zhvilluar nga Bengio dhe në produktet e tyre, duke krijuar kështu sisteme që janë më inteligjente, më të shpejta dhe të personalizuara për përdoruesit. Kjo do të thotë se edhe nëse ne nuk e njohim emrin e tij, ne përfitojmë çdo ditë nga puna dhe nga idetë që ai ka dhënë. Dhe në fakt është e vërtetë sepse është një emër që nuk është se e kemi dëgjuar shumë shpesh ose ndoshta mund të mos e kemi dëgjuar dhe fare, por që janë këta njerëzit prapaskene që kanë bërë gjithmonë dhe ka dhënë kontributin e tyre. Përveç kontributeve të tij teknike, Joshua Bengio është një nga zërat më të rëndësishëm në diskutimin mbi etikën e inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar për rreziqet e mundshme që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të kësaj teknologjie, duke theksuar pra gjithmonë nevojën për rregullim dhe transparencë. Ai argumenton në fakt se ndërsa inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë më e fuqishme, është thelbësore që zhvillimi i saj të udhëhiqet nga parime etike dhe kryesisht me një ndjenjë të fortë përgjegjësie ndaj shoqërisë, në mënyrë që të shmangen këto pasojat negative dhe të sigurohet që përfitimet të shpërndahen në një mënyrë më të drejtë. Dhe në fakt është e vërtetë që duhet etika dhe përgjegjësia, sepse ti që po e krijon e ke më shumë në dorë se sa personat që e përdorin. Duke parë drejt së ardhmes, Bengio beson se inteligjenca artificiale ka potencialin të zgjidhë disa nga problemet më të mëdha të njerëzimit, si ndryshimet klimatike, shëndetësia dhe edukimi, por vetëm nëse përdoret në mënyrë të kujdesshme dhe të menduar mirë. Ai vazhdon të punojë dhe të kontribuojë në këtë fushë, duke u përpjekur të ndërtojë sisteme që jo vetëm janë të fuqishme, por edhe të sigurta dhe të besueshme për njerëzit. Joshua Bengio në fakt përfaqëson një kombinim të rrallë të inteligjencës shkencore, vizionit afatgjatë dhe përgjegjësisë sociale, duke qenë një figurë që jo vetëm ka ndihmuar në ndërtimin e teknologjisë moderne, por edhe në formësimin e mënyrës se si ne e kuptojmë dhe e përdorim atë. Historia e tij është një dëshmi se si përkushtimi ndaj ideve dhe këmbgulja në kërkim mund të çojnë në ndryshime të mëdha, duke ndikuar jo vetëm në një fushë të caktuar, por në të gjithë shoqërinë njerëzore. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio. Jemi rikthyer në rubrikën Kuriozitete teknologjike, ajo ana humoristike e teknologjisë. Dhe sot do të flasim për inteligjencën artificiale që kemi folur e stërfolur dhe do të sillim disa fakte interesante. Disa kuriozitete. Inteligjenca artificiale ka një histori më të vjetër se sa duket. Shumë njerëz mendojnë se inteligjenca artificiale është një zhvillim i dekadës së fundit,
por në fakt termi artificial intelligence, pra inteligjencë artificiale, u përdor që në vitin 1956 në një konferencë shkencore ku studiuesit besonin se makinat shumë shpejt do të bëheshin po aq inteligjentë sa njerëzit. Një parashikim që doli ti ishte pra më kompleks se sa dukej në fillim, sepse në fillim ndoshta e morën pak si diçka makina që lëvizin, por u bë më kompleks. Një nga idetë më interesante në historinë e inteligjencës artificiale vjen nga Alan Turing, i cili propozoi një test ku një njeri komunikon me një makinë pa e parë atë, dhe nëse nuk arrin ta dallojnë nëse po flet me një njeri apo me një kompjuter, atëherë makina konsiderohet inteligjente. Një ide që vazhdon të diskutohet kështu edhe sot. Që unë mendoj që ndoshta nuk ka dhe shumë vend për diskutim, sepse përderisa ti po ndërvepron është një makinë inteligjente. Nga shah tek videolojrat, fitore e kompjuterit Deep Blue ndaj kampionatit të botës Garry Kasparov në vitin 1997 ishte vetëm fillimi, sepse sot inteligjenca artificiale ka avancuar deri në atë pikë sa mund të mposhtë lojtarët më të mirë dhe në lojra shumë më komplekse si strategjitë në kohën reale, pra ishte bërë kampionati i shaut, që nga vetë titulli, dhe një makinë, një kompjuter e mundi vetë personin që ishte më i miri në atë kohë ishte fituesi i shaut. Po arrinte deri këtu. Por nga ana tjetër, a e dinin se inteligjenca artificiale po mëson që të flasin ne. Falë zhvillimeve të Natural Language Processing, makinat sot janë në gjendje të kuptojnë, të përkthejnë dhe madje edhe të krijojnë tekst në mënyrë që shpesh tingëllon shumë natyrale, duke e bërë komunikimin mes njeriut dhe kompjuterit më të lehtë se kur më parë. Tani ditët e fundit, në fakt, pas një emision në një kanal grek që kishin marrë prap robotin Sofia. E kishin si të ftuar, dhe moderatori drejtonte pyetje nga më të ndryshme, deri diku dhe pak personale, si të tipit për shembull i thoshte ti ke pëlqim për mua apo jo? Dhe ajo i kthente përgjigje tamam në gjuhën greke, dhe se do njerë duket sikur robotët janë të programuar për të thënë vetëm disa gjëra. Ose vetëm për të thënë gjëra pozitive. Po, ose për t'i dhënë përgjigje vetëm disa pyetjeve specifike që i kanë të programuar. Ai po zhvillonte një bisedë normale, si të kishte një person atje dhe roboti që i kthente përgjigje në mënyrë krejtësisht normale, domethënë. Deri këtu kemi arritur dhe po arrim. Makinat autonome nuk janë më fantazi. Ajo që dikur dukej si pjesë e filmave fantastiko shkencor, tani më është realitet, pasi kompani si Tesla po zhvillojnë automjete që mund të lëvizin dhe të marrin vendime pa ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të njeriut, duke përdorur sensor dhe algoritme inteligjente për të analizuar mjedisin përreth. Tashmë kreativiteti nuk është vetëm më njerëzor. Një nga aspektet më befasuese të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të krijuar art, muzikë dhe përmbajtje kreative, duke sfiduar idenë tradicionale se kreativiteti është një tipar ekskluziv i njeriut dhe duke hapur debate të reja mbi rolin e teknologjisë në art dhe kulturë. Edhe në fakt ndoshta diçka që na ndante nga të themi teknologjia, që në ndani ishte kreativiteti që kishte mendja njerëzore që tashmë duket sikur ja ka marrë pak inteligjenca artificiale specifikisht. Thuhet që ajo se çfarë ndan inteligjencën artificiale nga njeriu është fakti se njeriu ka ndjenja dhe inteligjenca artificiale jo. Por dukshëm në ditët e fundit ky hendek po arrin që të zvoglohet akoma më shumë dhe edhe inteligjenca artificiale ka filluar që të duket e ndjeshme. Është ajo që themi gjithmonë që ti shikon një pikturë, por shikon dhe ndjenjat dhe emocionet e një personi, duke e parë ngjyrat, teksturën dhe mjetet e ndryshme, sepse për shembull ka piktura në vaj, ka piktura të bëra me mjete të tjera, kurse inteligjenca artificiale është diçka që mund t'i thuash për shembull më krijon një imazh
për një gjë dhe ja përshkruan, për shembull që të duket në formën e përdorimit të bojrave të vajt, por diçka që e ka inteligjenca artificiale. Ka diçka që prap nuk të stonon, nuk ta përcjell siç duhet, megjithëse tashmë siç e the edhe ti, po bëhen ndoshta nga syri i njeriu dhe pak si e pandashme dhe të padallueshme. Diçka që ka inteligjenca artificiale është empatia. Në momentin që ti të mund të fillosh të flasësh për ndonjë shqetësim ose ndonjë gjë tjetër të vogël që nuk po të shkon ty, është gjithmonë atje me ty. Nuk ka problem. Ja do të zgjidhen. Po, si nuk ktheu një përgjigje negativisht që të thotë ke ti vaj. Në fakt, në qoftë se shkon në settings tek ChatGPT, është një opsion që ti mund ta zgjedhësh dhe të përgjigjet vetëm negativisht. Apo jo. Dhe bën të ta thotë gjën troç. Okay. Pa e sheqerosur. Siç duhet. Ose ka dhe ca opsione negative që nuk kanë tendencë të ulin, por kanë tendencë të bëjnë ndoshta të vënë pa për të shtrojnë. Të mësuar diçka që duhet ta mësosh, po. Inteligjenca artificiale po shpëton jetë. Në fushën e mjekësisë, inteligjenca artificiale po përdoret për të analizuar imazhe mjekësore dhe për të zbuluar sëmundje si kanceri në faza shumë të hershme, shpesh me një saktësi që rivalizon ose tejkalon atë të specialistëve njerëzor, duke e bërë atë një mjet shumë të fuqishëm në diagnostifikim. Mënyra se si inteligjenca artificiale përparon është se makinat mësojnë nga gabimet e tyre, ndoshta edhe si në njerëzit në këtë aspekt. Një nga konceptet kryesore pas AI është machine learning, që i lejon sistemet që të përmirësohen me kalimin e kohës, duke analizuar të dhënat dhe duke mësuar nga gabimet e mëparshme që mund të kenë bërë. Një proces kështu shumë i ngjashëm, siç e thash unë, me mënyrën se si mësojnë njerëzit. Po, dhe në fakt ndoshta kjo e bën dhe pak më të avancuar, sepse siç mësojmë ne ashtu duhet të mësojmë dhe Inteligjenca artificiale është pjesë e jetës sonë së përditshme. Edhe pse shpesh nuk e vëmë re, inteligjenca artificiale është kudo rreth nesh. Pra që nga rekomandimet që marrim nga platforma si Netflix deri tek reklamat që shohim online, duke ndikuar në zgjidhjet tona çdo ditë dhe në fakt është shumë e vërtetë, sepse jo vetëm për filma, muzikë apo pikturë, ajo është pothuajse kudo. Po. E ardhmja e punës po ndryshon. AI pritet të transformojë shumë profesione dhe industri, duke automatizuar disa punë, por njëkohësisht duke krijuar dhe mundësi të reja dhe duke e bërë bashkëpunimin mes njerëzve dhe makinave një pjesë thelbësore të së ardhmes së punës. Gjë e cila dhe kjo ngelet për të parë. Ky ishte emisioni dhe për sot. Shpresojmë që ti jeni kënaqur sadopak me ne me rubrikat e ndryshme që sollëm për ju. Dhe deri në episodin e radhës, bashkë me ju takofshim. Mirupafshim.